Në një kohë kur errësira e mohimit kishte mbuluar zemrat e njerëzve, kur e vërteta ishte haruar dhe shpirtrat ishin lidhur pas idhujve, Allahu zgjodhi një njeri të durimit, të sinqeritetit dhe vendosmërisë, Nuhun alayhi salam. Ai nuk ishte thjesht një pejgamber, por një dritë që ndriçoi për plot 950 vjet. Thirrja e tij ishte zëri i mëshirës, i paralimrimit dhe i shpresës për shpëtim. Historia e tij nuk është vetëm për të kaluarën, është një pasqyrë për çdo njeri që thret në të vërtetën, që përballet me refuzimin dhe që nuk dorëzohet kur përballë provës. Allah subhanahu wa taala, pejgamber që i ka dërgu me një afat caktum, kishte prej pejgamberve që kanë jetuar shumë gjatë, ndërta Nuhu alayhi salam. Allah subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an se Nuhi ka thirrë në fenë Allahut 950 vite, se sa ka jetuar në realitet vetëm një Allah e din. Imagjinoni gjithë këto vite me thirrën fenë Allahut, gjithë ky sabër, gjithë ky përkushtim, dhe në fundit me i besu vetëm një pakicë vogël, derisa edhe familjarët e tij, djalit e tij e ka mohu. Nuhu alayhis salam i urdhëruar nga Allah subhanahu wa taala në një vend të shkretë, e Allahu e urdhëroi me bën një anije, në mënyrë që me shpëtu ata që dëshirojnë me shpëtu. Dhe anija e Nuhit alayhis salam është ajo anija e fesë islame që kush hyp në atë anije ka më shpëtu para Allah subhanahu wa taala. Në një vend të thatë, ku nuk kishte as ujë për pije, njerëzit filluan me tallë Nuhin alayhis salam, gjithë këto vite që kanë kaluar duke i treguar Nuhi alayhis salam se ose besoni, ose Allahu ka më shkatru, dikur ata e morën si tallje. Sabrin Allah subhanahu wa taala e morën si tallje, derisa kërkuan nga Nuhi alayhis salam, hajde mos ka e ka pritni. 950 vjet po na thur se ose besoni ose ka më shkatru Allahu. Ku është ai Allahu juaj? Pse s'po na shkatron? E kur këta lypën shkatrimin, atëherë Allah subhanahu wa taala i dërgoi edhe shkatrimin. Mirë, po Allah subhanahu wa taala nuk është ai që kërkon me shkatru krijesat e tij. Gjatë gjithë këtyre viteve, Allah e mësoi Nuhin alayhis salam me diçka shumë specifike, shumë të veçantë, që njerëzit pas tij, nëse e përdorin këto, kanë me arritë Allahu grada të larta. Allah i tregoi Nuhit alayhis salam se çka duhet me bë një njeri që më shpëtu. Nuhi alayhis salam tha popullit e tij, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. O populli im, pavarësisht çka keni bë, pavarësisht mëkate, pavarësisht që jeni zhyt në shirk, mohim ndaj Allah subhanahu wa taala. Kthoni te Allahu dhe kërkoni falje. Thuni astaghfirullah, kërkoj falje nga Allahu. Pendohem te Allahu. Prej kësajna, a di çfarë është përfitimi? Nuhi alayhis salam i tha, me këtë fjalë astaghfirullah, Allahu ju dërgon shi nga qielli. E bën që të mirat me dal nga toka. Allah subhanahu wa taala e bën që përmes kësaj fjale, Allah ju dërgon fëmijë, ju furnizon me evlad. Përmes kësaj fjale, Allah subhanahu wa taala ju jep xhenetin dhe përmes kësaj fjale në xhenet janë lumejt e liçen që kanë rrjedhë dhe përfitimet e mëdha. Andaj kjo është 950 vite me një fjalë vetme, fa qultu astaghfiru rabbakum. Kërkoni falje nga Allahu. Thuni astaghfirullah. Kjo është ai çelësi më i madh që secili prej neve mund me bë. O s'ka rëndësi çka ki bë. Te Allah subhanahu wa taala kjo është ajo që Allahu e don. Thuj astaghfirullah, astaghfirullah. Kjo fjalë e bën që edhe nëse mëkatet e tuaja kanë arrit kupën e qiellit dhe kthehesh te Allah subhanahu wa taala me istighfar, me kërkim falje, Allah subhanahu wa taala të fal, Allahu t'i hap gjithë ato dyrë që dukan mbyll, Allahu ta largon nga mërzia, të kthen lumturi dhe gëzim dhe mbi gjithë ata e xhenetin dhe fiton kënaqësinë Allah subhanahu wa taala. Andaj kjo është e porosia 950 vjeçare. Astaghfirullah wa atubu ilayh.